Një tjetër këngëtare e estradës sonë është fjala për Ledina Çelën, e cila pavarësisht se u bënon, po duket më mirë se kur. Së fundmi ajo ka realizuar edhe 2 videoklipe, e materiali që do e ndiqni në vazhdim na tregon më shumë se si po i shkon jeta e saj në Gjermani, çfarë ka të re te ajo dhe çka ka ndryshuar pas lindjes së djalit. Modestia është ajo që gjithmonë e ka karakterizuar një këngëtare që tashmë shumë kohë i qëndroi besnike skenës e adhuruesve, stilit e muzikës. Unë jam Ledina dhe kjo është vetëm për prive. Pas suksesive të njëpasnjëshme me hitet e realizuara, Ledina Çelo bëri një pauzë në karrierën e saj. Më pas, duke u rikthyer me 2 këngë të realizuara rreshtaze, njëra balad e tjetra ritmike. Fakti që u largova dihet tashmë, unë ishte djali im, pra ishte familja ime që unë kam hapur, familja ime e re, dhe djali që më ndryshoi botën, kuptohet, ishte një lumturie më e madhe jetës time, lisi që erdhi në jetë. Dy vite larg muzikës e fansave, e martuar në Gjermani me ish-kampionin e kickboksit Naim Kavashi, e cila u bën nën me 17 prill të vitit 2012. Por kushtimi ndaj familjes bën që të jetë në pauzë, por a mendon që jeta e saj me muzikën do të rikthehet duke e ditur se të qenit nën nuk është edhe aq lehtë? Shpresoj të menjëherë të integrohem sërish në kamera, në lëvizje kështu, sepse dihet që jeta familjare ka ato stabilitetin, si thonë, nën duhet ti përkushtohesh familjes, bashkëshortit, djalit shumë. Dihet që nëse Ledina deri dje zgjojnë në orën 10 të mëngjesit, tani duhet të çohet në orën 7, se është ai bukuroshi i vogël që zgjon. Kuptohet, pastaj si çdo nën shqiptare, që e përgatis mëngjesin, e çojnë kopësht, e kanë filluar të çojnë në çerdhe, lisin. Can You Touch Me Baby është kënga që Ledinën e bëri të ndihet mirë edhe jashtë kufive shqiptar. Për të ishte starti një karrierë në tregun evropian. Po pse pas gjithë atij suksesi zgjodhi të rikthehet në vend e të punojë videospotin me staf vendor? Është një këngë që pati shumë sukses në Gjermani dhe është aktuale në shumë CD të summer hit, pra, në shumë me këngëtar shumë të njohur nga bota. Kjo është dihet me një fjalë në internet, nëse klikoni është e dukshme, ku në këtë CD përfshihen dhe këngëtarë si Madonna, Lady Gaga, këngëtarja e jona shqiptare që vërtet na nderon sërish Rita Ora, dhe unë ndihem shumë mirë kur shoh dhe emrin tim. Dhe zgjoja faktikisht këtë këngë e dua shumë si këngë, është këngë që sjell atmosferë dhe mendova ja besova vetëm Intermedia, se kam parë shumë punë të Intermedias. Këngëtarja tiranase premton se fundi nuk do të jetë ky, por kthimi i saj në publikun shqiptar. Familja posedon vend të veçantë në zemrën e këngëtarës. Pasioni e puna për muzikën do të jenë ato që do ta rrethojnë në vitet e ardhshme. 2013, përveç se muzikë aktivitetet të shumta që do të jetë e mbushur për të forcuar karrierën, ajo mendon që dhuratë do të ketë për djalin edhe një motor. Çiftit familjar, jetë të gjatë dhe të lumtur.